6 prill, mashallah, ka zbardh bora, doj me bo një supë pule. Shkoj. I presim mishin e pulës, kocka, për më na zi ma mirë, edhe mos më na orë shtu copat maja lugë. E hedhi mishin e bardhë në vaj. Herza, pak të bert kuq, edhe si të herë seta. Edhe pak krip. Tash në këtë enën e qelqit, vendosim spec, tomatina, një hudhër, edhe një gjysë limoni, hedhim vaj ulliri, edhe këto tash i hedhim në furrë për pjekje. Tu i kemi karota të izje, cilat kemi me i blu në blinder bashkë me perime tjera që e fotëm në furrë për me bo longun e supës. Presim bukën kocka, ju mundi me marrë dhe ne bukë të ftaf diçka, nuk ka rëndësi. E bojmë kështu kocka edhe e fërgojmë me pak vaj edhe me lmesa, cilën e shërbejmë me supë ma vonë. I nxjerrim perimet, shohim pjekë baje po krye. Edhe këtu i qerojmë tash, edhe i blujmë në blender. Edhe këtu i hedhim në blender këto. Edhe hudhërën e qesim aty. Karotat e zime i coptojmë pak edhe i qesim edhe këtu në blinder bashkë me perimet që i qetëm paraprakisht. Këtë langun e perimeve këtu kemi hedhë mishin e pulës. Tash shkojmë me blinder, bojmë blurjen e perimeve. Këtu hedhëm pak erza, pak vaj ulliri, kanë pasë edhe pak ma herët, për qesim edhe një grish kryp, edhe i blujmë me blinder tash. Tash këtë masën e përfitume prej perimeve, e hedhi këtu të supa që është të blue. Edhe është një supë e kombinume me perime, me shpule, shumë e shishme. Tash e hedhim një sasi shumë të vogël të vajt këtu, në tigan, edhe si të nxehet i hedhim këtu kockat e bukës për fërgim, për tharje. Për pak edhe këtu copëzat e bukës janë gati, rreshken edhe janë shumë të shishme me supë, epe një shi shumë të mirë. Hedhim edhe pak mesa. I qesim këtu ofër supës. Tash supa është gati. Ne kemi përfitu një supë mjaft të shishme. Nëse ju e përgatesni, ju bëft mirë. Shënjestër.net